Për herë të parë në Shqipëri në qendrën spitalore rajonale Shefqendroqi është realizuar me sukses një ndërhyrje avancuar kirurgjikale, heqja endoskopike e lobit të poshtëm në mushkërinë e djathtë përmes teknikës Uniportal VAC. Lajmi është bërë i ditur nga Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu përmes një postimi në rrjetet sociale. Sipas saj, kjo teknik minimalisht invazive, e përdorur gjërësisht në qendrat më të specializuara ndërkombëtare, sjell një standard të ri në kirurgjinë torokale shqiptare. Në postim ndër të tjera thuhet se me një prerje vetëm 5 cm, kundrejt nga 15 deri në 20 cm në kirurgjinë tradicionale, kjo lloj teknologjie redukton ndjeshëm dhimbjen, shkurton kohën e qëndrimit në spital dhe përmirëson dukshëm cilësinë e rikuperimit për pacientin e sëmur. Ministrja shpreu mirënjohjen për të gjithë ekipin e mjekëve që kanë marrë pjesë në këtë operacion.